Big Mama si pjesëmarrëse në firma VIP gjithmonë është mjaft e hapur gjatë bisedave. Ajo këtë javë ka rrëfyer për humbjen e babait të saj. Unë kam qenë e lidhur shumë me babain. Nuk e mendoja që mund të vdeste babai im. Thoja të më vdes mua babai, unë nuk jetoj dot. Ama njeriu mosohet dhe ai ka vdekur në duart e mia dhe kam ditur të koordinoj dhe të organizoj situatën. U shpreh ajo. Shpesh këngëtarja ka treguar se mbështetja pa kushtëzuar e babait ishte thelbësore në rrugtimin e saj artistik. Gjithçka që kam arritur në jetë jam falënderuese babait tim. Unë vi nga Tetova, një qytet i vogël dhe fanatik e kanë quajtur më herët sepse tani kanë ndryshuar kohrat. Por që të vi një vajzë me shpirt rebel, kështu si jam unë nga Tetova, do të kesh për prind një burr tamam si babai im, që më ka mbështetur. Nuk ka dëgjuar fjalët e botës. Prandaj kam dalë suksesshëm për babait tim, pa t'i thënë Big Mama.